Unë jam Mervan Avdiu, 21 vjeçar nga qyteti i Shkupit. Si edhe kam shumë shokë që janë sot jashtë vendit, nuk është se do dalim jashtë dhe do kemi jetën më të mirë ose pa marrë parasysh për gjëra elementare. Thjesht nga fshati i fëmijëve kam mësuar kulturën e biznesit që është më kryesorja, reagimin me punëtorët si ta bësh, reagimin me njerëz si ta bësh, biznesin mujorsh si ta bësh planin se ç'a duhet, çka nuk duhet, pse duhet. Ajo ka qenë më kryesorja në biznesin tim. Гледав кај него желбата и за раст и за достигнување на големи успеси. Ќе биде и мислам дека дури барем јас како го гледам тоа, дури можеби ланец на ресторан и после тоа ќе отвори. Ideja s'ka qenë për restoran, po ideja ka qenë thjesht për një si kafe të vogël, po vetë puna kërkonte që të vënojmë gjoja për të ngrënë. Tani paguajmë veç se disa rroga, mund të themi 5 deri në 9. Shpresojmë më tutje ta dyfishojmë atë punë. Dal nga dal shpresojmë se edhe më mirë do bëhet. Vllai im thjesht ka qenë 4 vite në Vjenë për studime, po edhe për të kërkuar një jetë më të mirë, por thjesht Europa në përgjithësi kanë shku shumë përpara njerëzit atje. Si ashtu vllai im dita e parë që ka ardhur këtu në Shkup dhe shpresoj që të inkuadrohet në biznes bashkë me mua. Nuk kam besuar, nuk kam pas, të shoh mundësitë për të krijuar biznes të ri në Maqedoni, meqense se Mervani ishte ai që na kishte dëshmuar se ka mundësi të reja, ka perspektive edhe në shtetin tonë. T'ja them këtë të vërtet, po nuk e pata biznesin tim, ose do ishim rrugëve, ose në për probleme me shtetin, sepse vetë varfëria ta sjell që të bësh probleme ose të bësh për një jetë më të mirë. Се надевам дека ние како организација ќе продолжиме и ќе вложуваме во работата со млади, нивно зајакнување, со цел да се размрда овој пазар на труд, да се вклучи помлада работна сила и да се намали кај нас процентот на невработеност на младите и младите да сакаат да живеат во оваа држава, да работат и да придонесуваат и да креираме еден подобар заеднички живот за сите. Shpresoj që në të ardhmen që edhe ai i kënaqur, edhe unë i kënaqur se si e thash edhe më parë, momenti për biznes është Maqedonia dhe jo vend tjetër.